Nga Haga, ku po merr pjesë në samitin e Aleancës Euro-Atlantike, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Në një postim në Facebook, kryeministri zbuloi detaje nga takimi për investimet e reja të NATO-s në Shqipëri. Kënaqësi të takoja sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe mikun e çmuar Mark Rutte, me të cilën folëm për angazhimet e samitit, Ballkanin Perëndimor, investimin madhor në portin e ri të Durrësit, ku NATO do të angazhohet për terminalin ushtarak, e po ashtu edhe për përgatitjet e samitit 2027 në Tiranë. Kreu i qeverisë shoqëroi në këtë takim nga ministri i jashtëm Igli Hasani, ai mbrojtjes Spirovengu, drejtoresha e SHISH Vlora Hyseni dhe Arben Kingji, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Në këtë samit pritet të arrihet një marrëveshje për rritjen e investimeve në mbrojtje dhe për të konfirmuar mbështetjen afatgjate për Ukrainën, ndërsa të pranishëm pritet të jenë rreth 6.000 përfaqësues dhe udhëheqës kryesor të shteteve anëtare, përfshirë presidentin e SBA-s Donald Trump, presidenti francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe kryeministrin britanik Keir Starmer. Fokusi pritet të jetë kërkesa e kreut të shtëpisë së bardhë ndaj aleancës për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në 5% të produktit të brendshëm bruto. Megjithatë, vëmendja është vendosur pjesërisht nga vendimi i Trump për të kryer sulme ajrore në 3 vende të pasurimit të uraniumit në Iran. Në vitin 2027, Shqipëria pritet të jetë vendi organizatori i samitit të NATO-s.